Në një deklaratë të bujshme publike, kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe partinë e tij Lëvizja Vetëvendosje për presion politik dhe për bllokim të projekteve të rëndësishme për kryeqytetin. Rama deklaroi se Kurti kishte ofruar mbështetje për projektet vetëm nëse ai bashkohej me Lëvizjen Vetëvendosje. Këto akuza u bën publike gjatë një interviste në emisionin Pressing, ku Rama tregoi për një episod që kishte ndodhur në Greqi, në një takim që kishte për qëllim promovimin e lojrave mesdhetare që pritet të organizohen nga Kosova. Në atë takim në Greqi, kur po flisnin për një projekt madhor, i thash kryeministrit që ky është një projekt për të gjithë vendin, për të gjithë shqiptarët dhe se duhet bashkëpunim. Mu përgjigj, e jam me neve, s'ka problem për projekte, nëse nuk jem me neve, do t'i bllokojmë, deklaroi Rama. Ai shtoi mëtej se sipas tij Albin Kurti nuk arrin të shohë interesin kombëtar përtej partisë së tij. Aty i thash, kryeministër, ne kemi një projekt madhor për vendin, për kryeqytetin, e gjithë Kosovën, ne duhet me bashkëpunu. Tha e jam me neve, nuk ka problem. Çka më i tha? I thash, po me neve jam, kush janë neve? Populli është. Ai sheh vetëm vetëvendosjen, jo Kosovën, jo shqiptarët përtej saj, theksoi Rama. Kryetari i Prishtinës e ka bërë të qartë në disa dalje publike se përballja politike mes tij dhe vetëvendosjes është e hapur, sidomos në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Ai e akuzon partinë që dikur e kishte mbështetur se po i pengon zhvillimit të projekteve kapitale që sipas tij janë një etike për qytetin dhe qytetarët e Prishtinës. Megjithatë, shkuara e Ramës me vetëvendosjen ngre pikpyetje për qëndrueshmërinë e pozicioneve të tij politike. Më parë është raportuar se Rama ka qenë dikur simpatizant i madh i Lëvizjes Vetëvendosje dhe i Albin Kurtit, madje në disa raste, ai është shfaqur si përkrahas aktiv i tyre, madje edhe financiarisht. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rama figuron si donator i kësaj partie në të paktën 2 raste. Në vitin 2014 ai kishte dhuruar një shumë prej mbi 900 eurosh për vetëvendosjen, ndërsa në një raport të vitit 2017, kjo shumë është rritur në 1000 euro. Megjithëse emri i donatorit figuron në dokumentet zyrtare, pohohet se bëhet fjalë për vetë Përparim Ramën, që tani është në anën e kundërt të skenës politike, duke përfaqësuar LDK-n. Përballë këtyre gjetjeve, Përparim Rama ka refuzuar të japë komente apo sqarime lidhur me donacionet që ka dhënë dikur për vetëvendosjen. Ky fakt ngre dyshime për qëllimet dhe vendimet e tij politike në të kaluarën, veçanërisht në kohën kur ai tashmë është bërë një nga kundërshtarët më të ashpër të partisë që dikur e ndihmonte financiarisht. Skena politike në Prishtinë po përshkallëzohet me përplasje të drejtpërdrejta mes pushtetit lokal të udhëhequr nga LDK-ja dhe opozitës në kryeqytet të udhëhequr nga vetëvendosje. Situata krijon sfida për realizimin e projekteve në interes të qytetarëve, ndërsa konfliktet personale e politike duken gjithnjë më të theksuara. Ndërkohë Rama ka bërë të ditur se nuk do të tërhiqet nga denoncimi i bllokimeve që sipas tij po i bën qytetit nga partia e Kurtit. Në anën tjetër, vetëvendosja nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar ndaj akuzave të fundit të kryetarit të Prishtinës.